Kuvendi nisi procesin e rikonstruimit të qeverisë. Deputetët sot votuan shkarkimin e ministrave dhe zëvendës ministrave, ndërsa ka vazhduar debati për emërimin e ministrave të rinj. Kryeministri Kristian Mickoski nga foltorja e kuvendit arsyetoi shkarkimet dhe emërimet. Në fjalimin e tij ai deklaroi se të gjithë ministrat për të cilët është paraqitur propozim për shkarkim janë të ndershëm dhe njerëz me dinjitet dhe nder, të cilët i kanë kryer detyrat e tyre me ndershmëri, profesionalizëm dhe përgjegjësi. Që nga dita e parë që morëm përgjegjësinë thash se kjo qeveri nuk do të ishte një qeveri rehatie, por një qeveri rezultatesh. Nuk do të jetë një qeveri në të cilën funksionet do të konsideroheshin një drejtë e fituar, por një detyrim që duhet të fitohet nga e para për çdo ditë. Ky nuk është një slogan politik, ky ishte një parim. Ndërkaq deputetja e lidhjes shqiptare Ilire Dauti e pyeti kryeministrin se kur gabon më shumë, kur emëron apo kur shkarkon ministra. Jo vetëm ne, po edhe vetë kryeministri nuk beson në përzgjedhjet e veta. Ai shpesh po i ndron njerëzit të cilët vetë i vendos në krye të pozitave dhe i bie që tashmë pra kemi këtë pikë të përbashkët që ai gabon. E din edhe ai vetë se gabon në përzgjedhjen e kuadrove për të udhëhequr me shtet që kur gabon më shumë, a kur i emëron të njëjtit apo kur i shkarkon të njëjtit. Ndërsa deputeti i BDI-s Ilir Hasani lëre që nuk e kritikoi ministrin e shkarkuar të shëndetësisë Azir Aliu, por krejt fajin e përqendroi tek partia që, siç tha ai, nuk e mbështeti. E deklarata e tij e tërhoqi edhe vëmendjen e kryeministrit, i cili nisi të marrë shënime, derisa po dëgjonte deputetin me shumë kujdes. Mendoj se gabimi më i madh do ishte që t'i akuzoj ministrat të cilët sot edhe kryeministri falenderoj për punën e tyre që kanë bërë. Mendoj se problemi nuk është vetëm figura ose ministri, po problemi është se ata ministra, e sidomos të them për ministrin e shëndetësisë, nuk e pati mbështetjen e partisë e cila e ka sjellur këtu dhe nuk e pati mbështetjen e partnerëve të qeverisë. Deputeti Halil Snopçe kritikoi kryeministrin se pse nuk dha arsye për shkarkimin e ministrave. E dëgjuam kryeministrin i cili dha propozim për shkarkimet për ministra, e në anën tjetër i lavdëroi ministrat. Kryeministër, kjo është oksimoron. Nëse ministrat ishin të mirë, nuk do duhet të shkarkoheshin. Ne nuk dëgjuam arsye se pse shkarkohen. Nga ana juaj kryeministër dëgjuam një arsyetim filozofik. Deputeti Levicës Borislav Kërmov mendon se ky rikonstruim po e fuqizon Blenin dhe druan se me dhënien e Ministrisë së Shëndetësisë shqiptarizohet edhe gjyqësori. Vlen nga ky rikonstruim do dalë më e fuqishme, fiton plus një resor, pra e merr resorin e drejtësisë. Me këtë bëhen dy gjëra. E para, ju forcohet pozita në krahasim me BDI-n dhe ju jepet drejtësia me çka në altarin e kalkulimeve politike e vendosin gjyqësorin, sepse de facto nëse pranojmë që provimi i jurisprudencës të jepet në gjuhën shqipe, atëherë de facto po hym në një proces në të cilin edhe gjyqësori Maqedonas do të jetë dy gjuhësh në planin afatgjat. Kuvendi shkarkoi ministrat Igor Filkov, Zlatko Perinski, Ivan Stojković, Svetan Tripunovski, Zoran Lutkov, Azir Aliu, Fatmir Limani, Shaban Saliu dhe zëvendës ministrat Gjoko Velkovski dhe Sedat Sulejmani. Ndërsa pritet të emrohen jeton Shasivari në drejtësi, Ivan Stojković nga Ministria e Marrëdhënieve midis bashkësive në veçeverisje lokale, Sasho Klekovski në shëndetësia, Gonferati në Ministrinë e Marrëdhënieve midis bashkësive, Borçe Serafimovski në bujqësi, Gjoko Velkovski në politikë sociale, Sedat Sulejmani në kulturë dhe Erxhan Demir do ta zëjë vendin e Shaban Saliut.